Taulant, cilat kanë qenë lajmet që i kanë përmu kurios shqiptarët brenda dhe jashtë vendit që klikoheshin më shumë në web? Ka filluar nga arrestimi i zotit Velie, që ishte 10 shkurti, që ka qenë lajmi dominant që ka mbytur komplet mediat shqiptare, ka patur klikime pafund. Dita e zgjedhjeve, një interes i jashtëzakonshëm nga ana shqiptarë. Ishte për ditën e zgjedhjeve? Lajmet më të klikuara, domethënë ka qenë ajo nga ato ditë që nëse klikimet do të ktheheshin para, sot mund të ishim gjithë miliarder. Vërtet? Po. Edhe më bën habi, domethënë ne nuk shkojmë votojmë dhe kemi interes shumë të madh pasaj ditën e votimeve. Çka kanë votuar këta tjerët? Çfarë ka votuar komisioni, se për vete nuk është se interesohemi shumë. Megjithatë do doja të shkoj edhe diçka, meqense edhe ky vit ishte viti i Spakut dhe nuk është vetëm ky vit i parë, sepse ka qenë i tillë dhe 2024, i tillë ka qenë edhe 2023. Po si këtë vit? Institucioni i drejtësisë është shpresa, të paktën me sa lexohet në komentet e qytetarëve, është shpresa e vetme e shqiptarëve edhe për vitin 2026. Do shtoja ajo që ta gëzimi që... Po, sepse në 2024 ishte rasti zotit Meta, në 21 tetor dhe... Ishte zoti Berisha, 21 tetorin e 2023. Kurioziteti për 2026 është kush do t'jetë i radhë. Do t'jetë emri i radhës. Gjithë ëndrën e kanë ke kryeministri. Dhe gjithë rrugët e çojnë drejt kryeministrit. Avokatit thanë diçka shumë të bukur që për 90 ditë, duke filluar nga janari 2026, shqiptarët do t'jenë ata që do të vendosin dhe kam vetëm një pyetje. Kemi një opozitë non grata, për sa kohë që lideri është shpallë non grata, kemi kryeministri me problemet e veta, kemi Tik Lapajn, i cili po bën një protestë për hir të vërtetës për të na mbushur mendjen neve dhe qytetarëve që ky është i vërteti dhe jo Endri Shabani. Kë shihni ju avokat njeriu i cili mund të bëjë ndryshimin, liderin i cili mund të sjellë ndryshimin në Shqipëri? Njerëz nuk ka si individ për të bërë ndryshimin. Këtu në Shqipëri mungon gjithçka dhe duhet kultivuar gjithçka. Që të thotë, siç e kam lexuar raportin 90 ditor, 90 ditë që është për Spaku, kryesisht është dhe për ne tjerët. Spaku është në testin e provës bën s'bën, funksionon s'funksionon, për ne tjerët është a keni ju potencial me bë këtë vend. Dhe kjo varet shumë nga klasa politike dhe nga shoqëria civile. Çdo thotë klasa politike e shoqërisë civile, si termat përgjithshëm. Për të konkretizuar është që a kemi ne kapacitet si shqiptar për të prodhuar një qeveri teknike për shkak. Çdo qeveri teknike. Do thotë qeveri teknike thotë a ka njerëz në këtë vend që mund të marrin dorë një shtet në këtë krizë. Pika parë, pika dytë. A ka forca politike të cilat mund të rigjenerojnë gjendjen aktuale? Pra, a ka kapacitete individuale individët politik brenda klasës politike. Por një individ i vetëm që të merret me këtë gjë, këtu në Shqipëri nuk ke. Këtu mund të kesh vetëm. Nuk e kanë tek një individ. Nëse ka një forcë politike e cila prodhon shpresë për shqiptarët, se po shohim protesta, a ka një po shohim protesta, po shohim protesta nga partia e zotit Sheh, po shohim protesta nga Arlind Qori, po shohim protesta nga Lapaj. Zoti Sali Berisha që po bën një protestë të madhe, po mua personalisht për mendimin tim po e bën më tepër për t'i treguar Saljanit vendit që parti nuk e merr njëri për post mese sa për t'i treguar Edi Rama. Ndoshta po fuqizon dhe pak rolin e Bringenit,